shejtani ka do kurtha interesant. E ke pa pleqt e përdoren shumë shpesh thojnë Hazreti Musa. E këni? Shif çka ban shejtani. Nëse thu veç Musa, ki me thonë në mënyrë automatike ki me thonë alayhi salam. Çka ban shejtani? Vjen ta shton përpara një diçka. Thuj Hazreti. Edhe vënoja ta shmenjen. Shumica, po tham, dikon 60%, mos ma shumë, të atyni që thujnë Hazreti Musa, nuk thujnë alayhi salam. E ke vrejt? Për shkak se veç është mush ajo koha që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall kur të përmendësh emrin e Rasulit. Do të thonë, shejtani nuk vjen me thonë hjeke alayhi salam, jo, ta qet Hazreti përpara. Edhe kur thështi Hazreti, tani nuk thuma alayhi salam, veç tu Hazreti Musa ka thënë, Hazreti Musa ka bo, I shkun janit e Hazreti Musa. Edhe kry muhabet të thuma alayhi salam. Kështu që hjeke këta Hazreti. Thuaj veç Musa alayhi salam. Për shkak se si kur thash qëtë shejtani ka njerë. Besoj që ke qartë me lejen Allahut Azza wa Jall.